nëse kanë qëndruar në Lidhjen Demokratike zoti Haziri dhe shumë të tjerë, pse mos jenë këta kandidat për president, sepse konsideroj që kontributi vazhdueshëm edhe qëndrimi në Lidhjen Demokratike dhe kur ka qenë sfidues, si kohë, si rrethon, kur LDK ka ra në përqindje, e dikush del, pastaj rikthehet, pozicionohet larg, kjo konsideroj që shkakton më shumë përplasje brenda së djathtës se sa për bashkim. Unë e shoh kështu, ju keni të drejtë me pa ndryshe, prandaj jemi me një studio dhe do doja mendimin tuaj në këtë rast, cili ka qenë qëndrimi juaj në raport me zhvillimet e fundit. Pse nuk keni qenë pjesë e asaj darkës ose kafës të famshme që nuk u dakordua ishte kafe apo ishte darkë. Nuk po dihet, zonja Osmani, këto aderimet e fundit që po i merë... Po ti kafe është ndaluar në mbrëmje të pijet, apo çfarë? Jo, veç duhet të ketë të paktën dakordim se... Kanë që ne kemi qenë të dakorduar sa përket të mbështetjes për zonjën Osmani, ata nuk u dakordonin asa ishte kafe, a ishte darkë, para me do çfarë dakordimi kanë. Po si do që tjetë, këto janë krim kuadrë kësaj paqartësisë që përcillen tek qytetarët këto ditë. Po, zoti Haziri, ti përgjigjeni zonës Fatime? Faleminderit shumë, zonja Fatime. Sa i përket kësaj të fundit, ai ka qenë njëri nga takimet dhe krejt është në funksion të diskutimit, jo të negocimit, po të diskutimit, sepse vjen një pikë kur negocion sonte nesër mas nesër edhe mbyllet kjo çështje të diskutimit për modalitetet se si do të arrit më ndërtu kjo betejë për bashkët politike për 7 qershorin. Kjo është krejt, është përcjell, sepse emri ish presidentes është laku pashtu dhe gjatë javëve të fundit, ma mirë me thonë 34 ditë e fundit të mundësisë që dha gjykata kushtetuese me përballu krizën. A duhet as duhet, çka duhet me ndodh, si duhet me ndodh, por ne e kuptuam drejt që përkundër takimeve dhe edhe roli tonë nuk arritëm një pikë ku diskutoj një emën i përveçshëm, kushdo që ka mujt me qenë ai, sepse nuk erdhëm mandej në pozitë me folë për një proces konsensual, po për një marrëveshje LDK LVV për një emën, ose për 2 emna që do duhet, se dalin ndoshta edhe më shumë emna, atë nuk i dihet derisa të mrihet një pajtim për polve. Tani në këtë fazë që jemi, lëvizja po shkon drejt bashkimit në këtë betejë politike. Që me në investuar një herë ju kisha lutur që me kuptu drejt, me qenë korrekt edhe me zotin Abdigjiku edhe me zotin Osmani. Kjo është angazhim për një betejë për bashkët politike, diçka që lidhet me LDK-n dhe për rolin mbrana LDK-s është çështje këtij tjetër. Që ka më ndodh, mundet më ndodh me kohë, zbardhet, sqarohet, njerëzit janë këtu edhe kanë me vepru politikisht shumë shpejt. Në këtë që thatë kryesore lidhur me debatet, reagimet politike, ajo që mbrana LDK-s është si vlerë është nuk duhet me leju asnjëherë me harru një rregull që unë e vazhdoj me ushqy te kolegët e mi edhe gjithkon. Na duhet me mendu pse jemi në LDK e jo me kënd jemi në LDK. Nëse e din pse jeni në LDK, atëherë kur nuk bën problem me kënd jeni në LDK. Nëse vazhdon me harru këto pse jenë LDK, po me kaj një LDK, ata kanë probleme. Si që përmena, në 13 raste si provoj, jo e mirë, po kemi kalu, sepse demokracia në ka që neve që të debati i mbrendshëm, bisedat e mbrendshme, në atë pikë që në fund me dalë me një qëndrim politik. Për i shembullit tim personal, falim për që sondes jam modest, po kur është koha në 2019 me u bashku për një qëllim, e djata dhe e majta në Kosovë. S'po flasmi tash për një, për 2. Une jom të rihek me kolegët e me, edhe kemi mbështetur Vjosa Osmanin për kandidata për kryeministre. Edhe kemi dhënë besimin edhe mbështetjen politike me dalë me fitu. E djata dhe majta bashk kundraj krejt asaj situatë politike që u gjetëm na, nuk u kanë bërë inati, mos e harroni asnjëherë. U kanë marrëveshje politike sepse me pasmajt inati, kryetari i 3 i LDK-s, Isa Mustafa në atë kohë, si ish kryeministër,